Në politika momente kur një fjalim mund të ndryshojë gjithçka, mund të jetë momenti kur një lider pranon gabimet, merr përgjegjësi, shpall një kthes dhe bind qytetarët se e ka kuptuar mesazhin. Edi Rama kishte pikërisht një mundësi të tillë të premten, pas 56 ditësh protesta, pas një zemrimi i qytetarë që nuk shuhet, pas një seri skandalesh që kanë tronditur administratën dhe Partinë Socialiste, ai kishte shansin të dilte përpara shqiptarëve dhe thoshte: "Po, kemi gabuar. Po, pushteti është larguar nga njerëzit. Po, ka ardhur koha të ndryshojmë." Nuk e bëri. Në vend të një pakete reformash, zgjodhi një slogan. Në vend të përgjegjësisë, zgjodhi besën. Në vend të autokritikës, një letër të bardhë. Është paradoksale. Vetë Rama pranoi se ekziston një ndek mes qeverisjes dhe opinionit publik, madje e tha se kjo çarje ka prodhuar revolt. Pra, pranoi diagnozën, por nuk pati guximin të fliste për shkakun e sëmundjes, sepse shqiptarët nuk kanë dalë në rrugë se nuk kanë dëgjuar mjaftueshëm fjalime. Ata nuk po protestojnë sepse u mungon një koncept moral. Ata nuk janë lodhur nga mungesa e besës. Ata janë lodhur nga një qeverisje që për 12 vjet ka prodhuar pafund skandale, ka parë ministra të saj të përfundojnë para drejtësisë, kryetar bashkish me dosje penale, drejtor të arrestuar, tender të kontestuar, koncesione që kanë rënduar mbi buxhetin e shtetit dhe një administratë ku korrupsioni nuk perceptohet më si përjashtim, por si pjesë e sistemit. Vetëm pak ditë më parë, opinioni publik u trondit nga skandali në postën e Durrësit, ku sipas hetimeve u vodhën mbi 700.000 euro, një shumë marramense për një deg poste, dhe pyetja që lind natyrshëm është kjo: nëse në një zyrë lokale mund të zhduken qindra mijëra euro, çfarë ndodh në ministritë që administrojnë qindra milion euro çdo vit? Kjo është pyetja që shqiptarët prisnin të dëgjonin nga kryeministri, por ai nuk foli për këtë. Nuk foli as për faktin se sot pothuajse nuk ka institucion që të mos jetë prekur nga SPAK. Nuk foli për ish-ministrat e tij që janë në hetim apo janë dënuar. Nuk foli për kryetarët e bashkive të arrestuar, të proceduar apo në hetim. Nuk foli për përgjegjësinë politike të një qeverie që pas 3 mandatesh ka prodhuar një numër rekord zyrtarësh të lartë në përballje me drejtësinë. Në vend të kësaj, foli për besën. Por besa nuk e zëvendëson përgjegjësinë. Ajo nuk zëvendëson llogaridhënien, ajo nuk pastron korrupsionin, ajo nuk rikthen paratë e qytetarëve dhe mbi të gjitha nuk rikthen besimin. Po aq e fortë ishte edhe heshtja për ato që qytetarët e konsiderojnë sot një nga plagët më të mëdha të vendit, lidhjen e pushtetit me oligarkët. Në të gjithë fjalimin nuk pati asnjë premtim se do të rishikohen privilegjet që për vite me radhë janë dhënë një grushti biznesmenësh. Nuk pati asnjë fjalë për koncesionet, për PPP-t, për statuset e investitorëve strategjik, për pronat publike të dhëna me vendime e qeverie, apo për mënyrën se si është ndërtuar një model ekonomik ku gjithnjë më shumë pasuri përqendrohet në duart e gjithnjë më pak njerëzve. Përkundrazi, vetëm pak ditë më parë, ndërsa debati publik ishte për projektin në rjoll, Edi Rama zgjodhi të dilte personalisht në mbrojtje të Bashkim Ulajt, asnjë distancim, asnjë reflektim, asnjë sinjal se marrëdhënia mes pushtetit dhe biznesit të favorizuar do të ndryshojë. Ndërkohë, emra si Gjergj Luca vazhdojnë të përfitojnë prona shtetërore e madje Rama shkoi aty sa kontaktoi Google për të shpëtuar bizneset e trafikantit peshkatar. Atëherë lind pyetja: kujt i kërkohet besa? Qytetarëve apo oligarkëve? Sepse deri tani besnikëria më e madhe e kësaj qeverie nuk ka qenë ndaj qytetarëve, por ndaj modelit ekonomik që ka krijuar. Ku është rastësi që sipas sondazhit të International Republican Institute, shumica e shqiptarëve besojnë se vendi qeveriset në interes të një grupi të vogël njerëzish dhe jo në interes të qytetarëve. Ky nuk është thjesht një perceptim, është treguesi më dramatik i humbjes së besimit ndaj shtetit. Kur shumica mendon se pushteti punon për pakicën, atëherë demokracia hyn në krizë dhe kjo krizë nuk zgjidhet me marketing politik. Kontrasti bëhet edhe më i madh kur shet çfarë ndodhi jashtë Shqipërisë. Në Hungari, Peter Magyar ka vendosur në qendër të debatit kufizimin e mandateve të kryeministrit, reformën kushtetuese, forcimin e institucioneve të pavarura dhe goditjen e korrupsionit politik. Mund mos pajtohesh me çdo propozim të tij, por ai po u thot qytetarëve një gjë të thjeshtë: pushteti duhet kufizuar, jo forcuar. Në Shqipëri ndodhi e kundërta. Pas 12 vitesh në zyrën e kryeministrit, Edi Rama nuk propozoi asnjë kufizim për pushtetin e tij. Nuk tha se mandatet duhet të kenë një tavan, nuk tha se kryeministri duhet të ketë më pak kompetenca, nuk tha se do të ndryshojë mënyrën si emërohen drejtuesit e institucioneve, nuk tha se do të shkëputësh qeverinë nga interesat e biznesit të madh. Tha vetëm se duhet besa. Por problemi i Shqipërisë nuk është se qytetarët nuk i besojnë më Edi Ramës. Problemi është se pas 12 vitesh, gjithnjë më shumë shqiptar nuk i besojnë më mënyrës se si funksionon shteti, dhe këtë nuk e rregullon asnjë fjalim, asnjë letër e bardhë, asnjë slogan i ri, sepse besimi nuk lind nga fjalët. Besimi lind kur pushteti pranon kufit e vet, dëshkon korrupsionin pa bërë dallime, shkëputet nga oligarkët dhe vendos interesin publik mbi interesat e një grushti njerëzish. Deri atëherë, besa do të mbetet vetëm fjala më e bukur e përdorur për të shmangur pyetjen që shqiptarët po bëjnë çdo ditë: kush mban përgjegjësi për Shqipërinë e këtyre 12 viteve?